Cilat kanë qenë zhvillimet e përgjithshme financiare në 6 muajorin e parë të vitit 2024? Të dhënat e publikuara gjatë gjysmës parë të këtij viti flasin në përgjithësi për zhvillime pozitive në ekonominë botërore, në Eurozonë dhe në Ballkanin Perëndimor. Rritja ekonomike është manifestuar kryesisht në rritjen e konsumit dhe të investimeve private dhe është mbështetur në zhvillimet pozitive në tregun e punës, në rimëkëmbjen e tregtisë dhe të shërbimeve dhe në kushte më të lehtësuara të financimit. Inflacioni global ka vijuar rënjen, por presionet inflacioniste mbeten ende të pranishme, gjë që ka ndikuar në masa të ndryshme shpejtësinë e lehtësimit monetar nga ana e bankave qendrore. Përsa i përket zhvillimeve në ekonominë vendase, treguesi deri në fund të periudhës flasin për një rritje pozitive dhe të krahasueshme me ato të periudhave të mëparshme. Rritja e PBB-s në fund të tremujorit parë të vitit shënoi 3.6%. Dhe kjo rritje kishte një bazë të gjerë në drejtim të sektorëve, ndërkohë që dhe treguesit e tregut punës, siç janë norma e papunësisë, treguesit e pagave, numri të punësuarve, flasin po ashtu për përmirësim të dukshëm në tregun e punës. Nga ana tjetër dhe treguesit e sektorit fiskal kanë shënuar zhvillime pozitive në drejtim të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik. Norma e inflacionit ka vijuar të bjerë dhe presionet inflacioniste janë më të kontrolluara në krahasim me periudhat e kaluara, gjë që në muajin korrik rezultoi me një ulje të normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë nga 3.25 në 3%. Gjatë kësaj periudhe, pavarësisht se rreziku nga sektori bizneseve dhe nga sektori i individëve ka rënë, sipas hartës së stabilitetit financiar, shikojmë një rritje të lehtë notës rrezikut që vjen nga ekonomia e brendshme dhe nga ekonomia jashtme. Rreziku nga ekonomia jashtme është trajtuar gjithësisht, kështu që nuk po ndalem, por faktori që ka ndikuar në rritjen e notës rrezikut nga ekonomia e brendshme lidhet me rritjen e nevojave për financim nga jashtë, është shkaktuar gjatë kësaj periudhe nga rritja e konsiderueshme, do thoja, e deficitit të llogarisë korrente, të nxitur nga rritja e deficitit tregtar në madhra, pavarësisht se rritja e të ardhurave nga shërbimet, nga dërgesat nga emigrantët dhe nga investimet të huaja direkte ka qenë e krahasueshme me ato të periudhave të kaluara, përsëri deficiti korrent ka vijuar të rritet duke qenë se kërkesa për importe nga jashtë ka qenë më e madhe relativisht në krahasim me flukset hyrëse. Përsa i përket zhvillimeve në tregun ndërbankar dhe në tregun e titujve, ato kanë qenë të ngjashme me periudhat e kaluara, si përsa i përket vëllimeve të emetimit, ashtu dhe përsa i përket termave të tregtimit. Në përgjithësi, norma e interesit ka ndjekur ecurinë e normës bazë të interesit vendosur nga Banka e Shqipërisë. Pozicioni financiar i individëve dhe i bizneseve trajtohet gjithësisht në raport, qoftë me shifra të statistikave bankare, qoftë me të dhëna nga vëretimet. Arrim në përfundimin që pozicionet përkatëse nuk kanë shënuar ndryshime të dukshme në krahasim me periudhat e kaluara, por vihet re një vijim i prirjes natyrale për secilin sektor, pra pozicioni i individëve ka vazhduar të rrisë pozicionin e tij kreditor, duke shtuar depozitat më shpejt se sa kredit nga sektori bankar, ndërkohë që sektori bizneseve ka vijuar të thellojë pozicionin e tij debitor për shkak të rritjes së detyrimeve nga jashtë në formën e investimeve të huaja direkte dhe rritjes së detyrimeve ndaj sektorit bankar, duke qenë se kredia për bizneset është rritur disi më shpejt se sa depozitat që bizneset kanë vendosur në banka. Kredia ka shënuar rritje të konsiderueshme dhe rritja më e fortë është vënë re në portofolin e kredisë në lek. Përsa i përket qëllimit të përdorimit, rritja e kredisë ka financuar më tepër sektorin e pasurive të paluajtshme, qoftë për individët ashtu dhe për sektorin e biznesit. Sipas vërtetimit që bëjmë me bankat presin që kjo prirje për një kërkesë të fortë dhe të qëndrueshme nga të dy sektorët të vijojë edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit. Si vlerësohet ekspozimi i sistemit financiar shqiptar ndaj rreziqeve? Sipas treguesve dhe analizave tona, rreziqet në përgjithësi gjatë kësaj periudhe kanë qenë të kontrolluara dhe ekspozimi i sektorit bankar ndaj këtyre rreziqeve nuk ka shfaqur ndryshime të ndjeshme. Në raport trajtojmë gjithësisht rrezikun, një ndër rreziqet kryesore me të cilat përballet sistemi financiar dhe sektori bankar në veçanti, i cili është rreziku i kredisë. Sipas treguesve që disponojmë dhe publikojmë, rreziku i kredisë ka qenë i kontrolluar. Treguesit flasin për një rënje madje të këtij rreziku. Raporti kredive me probleme deri në fund të periudhës ishte rreth 4.7% dhe 0.5% më i ulët në krahasim me një vit më parë, gjë që flet për një përmirësim të cilësisë së kredisë në përgjithësi. Si stoku i kredive me probleme, ashtu dhe stoku i kredisë përgjithshme janë rritur. Stoku i kredisë me probleme është rritur më ngadalë se stoku i kredisë përgjithshme, gjë që
ka çuar në përmirësim të këtij raporti. Ndërkohë në raport analizojmë dhe disa tregues të tjerë plotësues të cilësisë kredit, siç janë norma e akumulimit të kredive të reja me probleme, norma e rikuperimit të kredive të humbura, rreziku i kredisë është e kontrolluar dhe cilësia e kredisë ka ardhur duke u përmirësuar gjatë periudhës. Tregues të tjerë të këtij rreziku dhe të kontrollit që kanë banka ndaj këtij rreziku, siç janë raporti i mbulimit të kredisë me kolateral, i cili aktualisht është 75%, dhe raporti i mbulimit të kredive me provizione, i cili aktualisht është 67%. Të dy këta raporte mbeten në nivele mjaft të mira dhe tregojnë që bankat janë të përgatitura të realizojnë një aktivitet kreditues të shëndetshëm dhe pa rrezik të shtuar. Nga ana tjetër, dhe treguesit e rreziqeve të tjera, siç janë rreziku i likuiditetit, rreziku i normës interesit, rreziku i kursit këmbimit, të gjithë treguesit përkatës mbeten brenda kufive të përcaktuar nga rregulloret e Bankës së Shqipërisë. Dhe madje një pjesë e tyre janë përmirësuar në krahasim me një vit më parë dhe me 6 muaj më parë, gjë që tregon për zbutje të lehtë të këtyre rreziqeve. Një gjë që duhet përmendim është që në linjë me analiza dhe me mandatin makroprudencial të Bankës së Shqipërisë, në muajin qershor Banka e Shqipërisë rriti për herë të parë normën e shtesës kundër ciklike të kapitalit nga 0%, pra që ka qenë deri tani në 0.25%. Kjo kërkesë do të zbatohet duke filluar që nga viti tjetër, së bashku me kërkesat ekzistuese që janë kërkesat për kapital të vendosura nga funksionin mbikëqyrës, kërkesat e vendosura nga autoriteti ndërhyrjes jashtëzakonshme dhe kërkesat e tjera që tashmë zbatohen të vendosura nga autoriteti makroprudencial që është Departamenti i Stabilitetit Financiar. Dhe kjo shtesë, pra duke ju shtuar tërësisë së shtesave ekzistuese, do të jetë një instrument më shumë drejt forcimit të rezistencës dhe të shëndetit të sistemit financiar dhe të bankave. Po aftësia e tij për të përballur me këto rreziqe? Aftësia e sistemit financiar dhe e sektorit bankar për të përballuar rreziqet ndaj aftësisë paguese, rreziqet ndaj mungesës likuiditetit, rreziqet që mund vinë nga ndërlidhja midis subjekteve financiare, nga ana e Bankës së Shqipërisë monitorohet nëpërmjet atyre që ne i quajmë ushtrime të provave të rezistencës. Këto kryhen me frekuenca të ndryshme, kemi ushtrime 3 mujore, 6 mujore, ushtrime bazë vjetore. Datat e tyre një pjesë publikohen, një pjesë përdoren për analizat brendshme. Sipas ushtrimit të fundit që kemi realizuar dhe që është pjesë e raportit, aftësia paguese e bankave gjatë 2 vjeçarit në vazhdim, duke përfshirë dhe vitin aktual, vlerësohet e qëndrueshme, e mirë dhe madje e përmirësuar në krahasim me rezultatet e ushtrimit të 6 mujorit të kaluar. Ky përmirësim vihet re si në numrin e bankave që bien në normat e kërkuara të kapitalit, ashtu dhe në vlerën e kapitalit që do t'ju kërkojë bankave të ngrinin në rast se do të realizohej skenari qoftë edhe më ekstrem i parashikuar në ushtrim. Këto rezultate natyrisht nuk janë të rastit, ato lidhen me ecurinë mjaft të mirë deri tani të sektorit bankar, qoftë në termat kapitalizimit, qoftë në termat të fitimit të rezultatit neto, pra të fitimit të tyre. Konkretisht, në fund të periudhës, raporti mjaftueshmërisë kapitalit shënonte mbi 19% dhe rritja vjetore e fitimit, e rezultatit pra financiar, e fitimit të sektorit bankar deri në qershor ishte rreth 26%. Në përgjithësi, nga analizat tona evidentohet gjendja e mirë financiare e sektorit bankar dhe një ekspozim i kontrolluar ndaj rreziqeve. Si paraqitet ecuria e përmbushjes së kërkesës minimale për instrumente të kapitalit rregullator dhe detyrimet të pranuara MREL gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2024? Gjatë 6 mujori, 5 bankat e sektorit bankar, të cilat i nënshtrojnë kuadrit rregullator për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, i kanë përmbushur plotësisht kërkesat për MREL. Objektivi ndërmjetëm i kërkesës për MREL për vitin 2024 ishte rreth 18.2% e ekspozimeve të peshuara me rrezik të sektorit bankar, ndërkohë që kapaciteti mesatar i sektorit bankar aktualisht është 21.6% e ekspozimeve të peshuara me rrezik, gjë që do thotë që bankat e përmbushin plotësisht kërkesën e caktuar për MREL. Për vitin 2027, objektivi përfundimtar që duhet të plotësohet ka vlerën 24.9%, metimi i titujve financiar me përparësi të lartë, që ne i quajmë tituj senior, gjatë gjysmës parë të këtij viti ka çuar në tkurrjen e hendekut negativ të sektorit për përmbushjen e objektivit përfundimtar të MREL-it. Kapitali rregullator është burimi kryesor i financimit të MREL-it, ndërkohë që titujt financiar senior përbëjnë pjesë kryesore të detyrimeve të pranuara. 6
Dëshmorori i parë i vitit 2024 ka shënuar një nivel më të moderuar të aktivitetit bankave për emetimin e titujve financiar për qëllime të kërkesave regulative në krahasim me vitin 2023. Kjo do të thotë që kapaciteti i tregut të kapitalit për të përfituar emetimet e bankave është i kënaqshëm. Bankat që nënshtrojnë kërkesës për MREL në përgjithësi kanë zhvillime pozitive të përfitueshmërisë dhe janë pak a shumë në linjë me zhvillimet e gjithë sektorit bankar. Në vijim të këtyre zhvillimeve në treguesit e përfitueshmërisë, kosto e financimit të kërkesës për MREL nga këto banka vlerësohet e përballueshme.